Teksti i ligjit të arsimit të lartë dorëzohet nesër në seancën qeveritare. Koalicioni vlen jep mbështetje të plot ligjit. Ministri i Bujqësisë tha se mezi pret të përballet me deputetët e LSDM-s në interpelancën ndaj tij të thirrur nga partia opozitare. Fondi i sigurimit shëndetësor ka evidentuar persona të vdekur që kanë sigurim shëndetësor aktiv, për këtë e kritikon drejtorinë e librave AM. Spanja i bën thirrje vendeve të Bashkimit Evropian që të ndërpresin lidhjet me Izraelin. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Pavarësisht pakënaqësive në mesin e botës akademike, Ministria e Arsimit dhe Shkencës do të dorëzojë nesër në seancë qeveritare ligjin për arsim të lartë. Ministri i Arsimit Vesna Janevska tha se janë dakorduar me partnerët e koalicionit në lidhje me çështjet kontestuese, si dhe në tekst janë përfshirë edhe vërejtjet e universiteteve. Ligji për arsimin e lartë do të dërgohet nesër në procedurë qeveritare, pasi kanë përfunduar edhe konsultimet e fundit mes Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe partnerit të koalicionit në qeveri nga radhët e partive shqiptare vlen. Kështu njoftoi Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska. Sipas saj, në takimin me përfaqësuesit e vlenit janë diskutuar 6 pika lidhur me ligjin, prej të cilave 5 kanë qenë tashmë të trajtuara më herët dhe nuk kanë qenë kontestuese. Pika e fundit për të cilën u arriti sot marrëveshje, Janevska sqaroi se kishte të bënte me indeksin e Hirshovit. Ajo tha se është dakorduar që ai të mos jetë kriter kryesor për avancimin e profesorëve në tituj më të lartë, por për të përdorur si kriter shtesë në raste kur dy kandidat kanë numër të njëjtë pikësh. Kishim 6 pika që i diskutuam dhe ram dakord për të 6 dhe nesër ligji do të hyjë në procedurë qeveritare. 5 nga pikat u diskutuan më parë sepse ky ishte një proces i vazhdueshëm dhe ato nuk ishin më as pak të diskutueshme. Pika e fundit që diskutuam ishte indeksi i Hirshovit, për të cilin gjetëm edhe një zgjidhje, që të mos jetë një element bazë si kriter për zgjedhje, por duhet të përfshihet në elementet shtesë në kriterin e përzgjedhjes. Në atë rast, kur dy profesor kanë pikë identike, indeksi i Hirshovit duhet të jetë vendimtar. Kjo tani është pranuar. Ministria theksoi se në tekst janë përfshirë edhe disa nga varejtjet e universiteteve, përfshirë fakultetet e arteve, duke bërë që ligji të harmonizohet dhe të mbyllet. Janevska bëri të ditur se projekt ligji ishte publikuar 2 herë në regjistrin elektronik të rregullorëve (ENR), ndërsa janë marrë edhe sugjerime nga fakultetet artistike. Unë dhe ekipi im u takua me dekanët e 3 fakulteteve artistike në Universitetin Shënkerili dhe Metodi. U dakorduam për një ndryshim që e konsideruam të arsyeshëm dhe kërkesa e tyre ishte e justifikuar, ndaj dhe u përfshi në ligj. Pas takimit në qeveri me 7 rektorët dhe shumë profesor nga universitetet në vend, ligji tashmë është mbyllur dhe do të dërgohet në procedurë qeveritare. Projekt ligji për arsimin e lartë, i cili pritet të zëvendësojë ligjin aktual, u prezantua më 6 shkurtë të këtij viti. Disa nga risitë e propozuara shkaktuan reagime në komunitetin akademik dhe nga partitë opozitare, të cilat kërkuan tërheqjen e tij. Ligji aktualisht kritikohet nga Lidhja Socialdemokrate, e cila vlerëson se ai përmban elemente të dëmshme për sistemin e arsimit të lartë në vend. Ligji i arsimit të lartë ka marrë mbështetje të plot nga koalicioni vlen pas një takimi me kryeministrin Hristian Mickoski dhe ministrin e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska. Nga vlen bëjnë të ditur se ndryshimet synojnë ndërtimin e një sistemi më cilësor, më të drejtë dhe më gjithëpërfshirës për universitetet. Edhe koalicioni vlen ka konfirmuar se është arritur konsensus i plot për paketën finale të reformave në arsimin e lartë, pas një takimi me kryeministrin Hristian Mickoski dhe ministrin e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska. Nga vlen bëjnë të ditur se ndryshimet synojnë ndërtimin e një sistemi më cilësor, më të drejtë dhe më gjithëpërfshirës për universitetet në vend. Sipas koalicionit, ky vendim vjen si nevojë për një vlerësim më të balancuar dhe meritokratik, duke garantuar se asnjë i punësuar nuk do të humbas vendin e punës. Në vend të tij pritet të vendosën mekanizma të rinj që do të nxisin zhvillimin profesional dhe avancimin në karrierë.
Universitetet do të kenë më shumë hapësirë për zhvillim cilësor dhe autonomi funksionale. Gjatë gjithë kësaj periudhe, përfaqësuesit e vlen kanë qenë në komunikim të vazhdueshëm me rektor dhe profesor, duke siguruar që kërkesat reale të universiteteve, veçanërisht atyre shqiptare, të reflektohen drejt për drejt në këtë reformë. Vendimi që rangimi për organizimin e ciklit të tretë të bëhet nga universitetet më të mira është një standard që rrit cilësinë, ku universitetet në gjuhën shqipe do të jenë pjesë aktive dhe konkurruese. Vlen siguron se universitetet në gjuhën shqipe jo vetëm që nuk do të dëmtohen, por do të vendosen në pozita të barabarta me të gjitha institucionet e tjera, si pjesë e mbështetjes konkrete për arsimin e lartë. Nga atje njoftojnë se është përmendur edhe investimi prej rreth 40 milion eurosh për kampusin universitar Nën Tereza. Ministri Bujqësisë ka deklaruar se nuk i friksohet as pak interpelancës ndaj tij të ngritur nga LSDM-ja, përkundrazi ai ka thënë se mezi pret që të mbahet debati në kuvend dhe të shfaq argumentet e tij. Pavarësisht se mbi të rëndon kërkesa për shkarkim përmes interpelancës për ministrin e bujqësisë Fecan Tripunovski, interpelanca e dorëzuar nga LSDM-ja në kuvend është e pabazë. Në konferencën e fundit për media, Tripunovski u shpreh optimist dhe tha se faktet janë në anën e tij dhe se mezi pret ditën e seancës ku do të dëshmoj për punët dhe reformat e bëra në këto 2 vite. Ministri i bujqësisë e komentoi edhe rikonstruimin e paralajmëruar të qeverisë dhe tha se është e drejtë e kryeministrit të krijojë kabinetin e ardhshëm dhe se vendimin e tij e ka respektuar dhe do ta respektojë gjithnjë. Është e pabazë, e pres me padurim ditën kur do të mbahet debati për interpelancën në kuvend. Atë ditë do t'i përballim argumentet. Argumentet janë në anën tonë. Besoj se kemi bërë mjaftueshëm për këto 2 vite reforma në bujqësi, kurse sa i përket rikonstruimit, kryeministri ka të drejtën e plotë që të krijojë kabinetin e ardhshëm qeveritar. Vendimi final do të jetë i vetë kryeministrit. Gjithmonë është respektuar dhe do të respektohet edhe në të ardhmen. Kur jemi tek interpelanca për shkarkimin e Tripunovskit, kryeparlamentari Gashi tha se për të njëjtën do të diskutohet në seancën e parë ose të dytë të muajit maj. Ndërkaq kryeministri Mickoski, duke komentuar interpelancën e Tripunovskit, tha se LSDM-ja ka të drejtë legjitime dhe demokratike të përdor këtë instrument, por u shpreh i bindur se ministri Tripunovski do t'i shpalos argumentet që sipas Mickoskit janë në anën e tij. Konsulli i nderit i Republikës së Shqipërisë në Manastir, Imer Selmani, mbrëm në emisionin Debat në Shenja, ka folur për rëndësinë e ruajtjes së gjuhës shqipe si bazë e identitetit kombëtar, duke vënë theksin të mbështetja institucionale nga shtetet dhe përfaqësuesit politik. Ruajtja e gjuhës shqipe si shtyllë themelore e identitetit kombëtar ishte mesazhi kryesor i samitit të diasporës në Tiranë, deklaroi konsulli i nderit i Republikës së Shqipërisë në Manastir, Imer Selmani, gjatë emisionit Debat në Shenja. Sipas tij, theksi u vendos tek rëndësia e përdorimit dhe kultivimit të gjuhës në vendet ku jetojnë shqiptarët, përfshirë Republikën e Maqedonisë së Veriut. Një prej mesazheve kryesore ishte gjuha dhe ruajtja e gjuhës, si një ndër ti themi shtyllat kryesore të identitetit ton kombëtar dhe jo vetëm, por gjuha dhe format dhe mënyrat e përdorimit të gjuhës, duke nisur nga shteti ku jetojmë ne, domethënë Maqedonia, Republika e Maqedonisë Veriut, Serbia, Lugina e Preshevës, Greqia, Malizi, me një porosi shumë të rëndësishme nga ministri i jashtëm edhe kryeministri, një falënderim të veçantë për gjithë mësuesit dhe mësueset të cilët janë duke mbajtur orë në për shkolla të ndryshme në shtetet europiane, të cilët gjeneratës të cila lindet atje u amundsojnë të njihen më mirë në formën më zyrtare me gjuhën amtare. Ndërkaq, sa i përket pjesës politike në vend, Selmani kritikon koalicionin Vlen, duke theksuar se duhet të fokusohet më shumë tek qytetarët dhe realizimi i projekteve të premtuara, sesa tek organizimi i brendshëm. Ai thotë se ne kemi nevojë edhe për opozitë të fuqishme, por kemi nevojë edhe më shumë për një pushtet të fuqishëm, një zë të fuqishëm dhe funksionar me integritet me dije. Fondi shëndetësor sot ka adresuar kritika në adresë të Drejtorisë së Librave Am për vonesën në dërgimin e të dhënave për të vdekurit. Sipas fondit, kjo ka bërë që në evidencën e fondit shëndetësor të ketë edhe persona të vdekur të cilët kanë sigurim shëndetësor aktiv.
Në evidencën e fundit shëndetësor ka edhe persona të vdekur të cilët kanë sigurim shëndetësor aktiv dhe në emër të cilëve janë të siguruar edhe anëtar tjerë të familjes. Kështu tha sot drejtori i Fondit Shëndetësor Sasho Klekovski. Arsyeja për këtë problem sipas tij qëndron në drejtorinë për udhëheqjen e librave AME, e cila nuk i dorëzon me kohë të dhënat për të vdekurit në Fondin Shëndetësor. Aktualisht njoftoi se në RMV ka 1.836.667 persona të siguruar, nga të cilët 470.774 persona ose çdo i katërti, 25% janë persona që nuk kanë të ardhura. Ai hedh poshtë tezat se kategoritë të caktuara qytetarësh mbeten pa kujdes shëndetësor. Maqedonia përkufizohet si shtet social dhe sipas ligjit për siguri shëndetësore ekzistojnë disa baza për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor, gjë që vën sistemin gjithëpërfshirës dhe socialisht përgjegjës. Sigurimi shëndetësor ofrohet edhe për njerëzit që nuk fitojnë të ardhura dhe nuk mund të sigurohen në asnjë bazë tjetër, me kostot e sigurimit të tyre të mbuluara nga shteti përmes një programit në Ministrinë e Shëndetësisë. Drejtori Klekovski bëri me dije se po punojnë në 3 reforma të sigurimit shëndetësor. Në fazë finale është përgatitja e një zgjedhje të re ligjore nga ana e Ministrisë së Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë, me pjesëmarrje aktive të Fondit të Sigurimit Shëndetësor. Me këtë zgjedhje ligjore do të përfshihen personat që punojnë në forma fleksibile në angazhim. Qeveria, Fondi dhe UNICEF-i shtoja i po analizojnë mundësitë për sigurim shëndetësor të pavarur të personave të mitur deri në 18 vjet. 35 shtëpi botuese nga Serbia do të jenë në mesin e 65 shtëpive botuese që do të promovojnë librat e tyre në panairin e librit në Shkup, i cili do të fillojë nga 23 prilli dhe do të zgjas 7 ditë. Organizatorët thonë se do të ketë mysafirë edhe nga Britania po edhe nga Greqia. Edhe këtë vit, si çdo tjetër, Shkupi do të jetë një koqiri panairit të librit për një javë të tërë. Hapja zyrtare do të jetë më 23 prill dhe është paraparë që në këtë panair të marrin pjesë 65 shtëpi botuese nga vendi dhe jashtë. Drejtoresha e panairit Daniela Georgievska për televizionin Shenja thotë se këtë vit në panair do të marrin pjesë rreth 35 shtëpi botuese nga Serbia, të cilët do të jenë në umbrell të Ministrisë së Kulturës së Serbisë, e cila do të ketë pikat e veta të shitjes. Ministria e Kulturës së Serbisë ka qenë prezente edhe në panairin e vitit të kaluar. Thirrjet zakonisht i dorëzojnë përmes ambasadave. Kështu që vitin e kaluar Ministria e Kulturës u vet paraqit, po ashtu edhe këtë vit. Por është e zakonshme sepse vitet e kaluara kemi pasur mysafirë edhe nga Ministria e Kulturës së Hungarisë, kurse 3 vite më parë kemi pritur edhe Ministrinë e Kulturës të Turqisë. Drejtori i Asociacionit të Botuesve Maqedonas Bojan Sazdov njoftoi se në këtë panair do të ketë edhe përfaqësues dhe botues edhe nga Britania e Madhe. Do të ketë përfaqësues nga Penguin Books, nga Britania e Madhe, nga shtëpia botuese Dereta nga Serbia, po edhe botues nga Greqia. Kështu që ditën në vijim, botuesit do të kenë mundësi që të marrin pjesë në shumë ngjarje profesionale që organizon asociacioni. Vlen të theksohet se të premten do të ketë edhe panel diskutim, e cila do të jetë e hapur e në të cilën do të diskutohet për sfidat e shtëpive të vogla botuese. Panairi mbështetet nga Ministria e Kulturës dhe sipas organizatorëve për të lehtësuar qasjen e lexuesve dhe qytetarëve që janë të interesuar për blerje të librave, ndërmarrja për qarkullim publik do të ketë linjë speciale nga qendra e qytetit deri tek salla Boris Trajkovski, ku edhe mbahet panairi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se ka bërë disa oferta për bashkëpunim me partitë opozitare. Kurti tha se duhet të pranohet dhe respektohet rezultati i zgjedhjeve dhe duhet të funksionalizohet ai. Kurti ka sqaruar se lëvizja vetëvendosje me partnerët e saj ka 57 deputet, ndërsa si majorancë janë 66 deputet. Natyrisht që pranimi i rezultatit mund të nënkupton që PDK-ja ta kuptojë që janë 22 deputet, janë 1/3 e majorancës dhe duhet ta mirëkuptojnë edhe pozitën time të vështirë, sepse lëvizja vetëvendosje ka arritur 51.1
3% të votës popullore, ka deklaruar Kurti. Ai bëri të ditur se i ka ofruar Bedri Hamzës një rokat në pozitat institucionale, duke e cilësuar si kompromis të rëndësishëm. Unë i kam ofruar kryetarit PDK-s, Bedri Hamza, që të bët një rokad ndërmjet kryetares aktuali që është edhe ushtruese e detyrës presidentit Albulena Agjiu dhe nën kryetarit PDK-s që në këtë rast është Vlora Qitoku. Pra, lirisht, PDK-ja le ta bën kryetar Bedri Hamzën, kryetar të kuvendit, ose Vlora Qitokun. Albulena Agjiu bëhet nën kryetare e kuvendit, edhe vazhdojmë tutje, edhe besoni që kjo nuk është pak, sepse Albulena Agjiu ka ma shumë vota se Bedri Hamza. Dhe Albulena Agjiu ka gati 4 fish ma shumë vota se Vlora Qitoku. Irani nuk do të negocojë në hijen e kërcënimeve, ka deklaruar kryetari parlamentit iranian Mohammad Baghar Ghalibaf në një kohë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani po përpiqen të ulen në tryezën e negociatave në Pakistan. Në një postim të publikuar në rrjetet sociale, Ghalibaf shkroi se Donald Trump përmes rrethimit dhe shkeljes së anëpushimit po përpiqet ta kthejë tryezën e negociatave në një tryezë dorëzimi ose të justifikojë sipas tij veprime të reja luftë nxitëse. Ai shtoi se Irani nuk pranon negociata në hijen e kërcënimeve dhe se në 2 javët e fundit vendi është e përgatitur të zbulojë karta të reja në fushën e betejës. Anëpushimi 2 javor mes dy paleve pritet të skadojë me 21 prill, ndërsa mundësia e zgjatjes së tij nuk është e përjashtuar, por mbetet e pasigurt. Spanja paralajmëroi se Bashkimi Evropian rrezikon të humbas besueshmëri nëse nuk ndërmerr veprime më të forta kundër Izraelit para një takimi të ministrave të jashtëm të BE-s në Luksemburg. Besueshmëria jonë është në rrezik, tha ministri i jashtëm Jose Manuel Albares, duke i bërë thirrje bllokut të pezullojë marrëveshjen e asociimit me Izraelin për shkak të shkeljeve të pretenduara të së drejtës ndërkombëtare. Spanja, Irlanda dhe Slovenia kanë kërkuar që bloku të rihap diskutim për marrëveshjen e asociimit të BE-s me Izraelin, e cila u jep mallrave izraelite qasje preferenciale në tregjet evropiane. Në maj të vitit 2025, bloku ra dakord të rishikojë marrëveshjen. Një muaj më vonë, Komisioni Evropian tha se gjeti indikacione se Izraeli mund të jetë duke shkelur detyrimet e tij për të drejtat e njeriut, por nuk po propozoi masa konkrete në përgjigje. Albares përmendi rritjen e dhunës nga forcat okupuese në bregun perindimor dhe kritikoi atë që e përshkroi si ligje diskriminuese për fshir aplikimin e dënimit me vdekje ekskluzivisht ndaj palestinezëve. Në Gaza, ai tha se ka pasur shkelje sistematike të anëpushimit me pasiguri për përparimin drejt një faze të dytë. Organizata ndërkombëtare për migracionin tha sot se gati 8.000 emigrant u raportuan të vdekur ose të zhdukur në mbar botën në vitin 2025, ndërsa përpiqeshin të gjenin siguri ose të kërkonin një të ardhme më të mirë. Drejtoresha e Departamentit të Agjencisë për Reagim Humanitar dhe Rimëkëmbje Maria Moita u tha gazetarëve në Gjenevë se shifrat tregonin një situatë globale që po përkeqësohej. Më shumë vdekje se kur më parë u regjistruan në Azi me qindra njerëz Rohingya dhe Afgan midis atyre që prekën. Moita tha se presionet e migracionit nuk ishin lehtësuar, por rrugët kishin ndryshuar për shkak të konfliktit, tronditjeve klimatike, kërkesave të punës dhe ndryshimeve të politikave. Disa rrugë të vendosura kanë parë më pak mbërritje, por udhëtimet shpesh janë bërë më të gjata, më të fragmentuara dhe gjithnjë më të rrezikshme, ka shtuar Moita. Sipas organizatës së migracionit, deti mes dhe qendror mbeti rruga më vdekjeprurëse e emigrimit, ndërsa vdekjet në gjirin e Bengalit vazhduan të rriten për të tretin vit radhasi. Ky ishte gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin, bashkë miropafshim.